Thot prej kur është futur balansuesi si mekanizëm, mund të themi se vetëm dikun 3% kemi një rritje do thot të këtij numri të punësuarve në administratë shtetërore, dhe në mesin e tyre do thot kemi vërejt shumë keqpërdorime që automatikisht tregon se jo çdo herë një lloj mekanizmi apo një vendim apo propozim i tillë mund të jetë efektin e duhur. Unë besoj që ky propozim liq do ta ketë efektin e vet pozitiv, sepse do të jep pasqyrën reale mbi gjitha institucionet të cilët janë në administratën publike. Deri më tani neve këto raporte të cilët i kemi, i dim se ka institucione që ndoshta dhe numri i tyre do thot i përfshirjes së komuniteteve shqiptar dhe të tjerëve që janë pakicë është më shumë do thot vetëm simbolik.